Parku i Liçenit Artificial të Tiranës, pas transformimit viteve të fundit, është një ndër më të frekuentuarit për kryeqytetasit, por edhe për turistët që vizitojnë kryeqytetin. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamje nga mbrëmja në Liçenin Artificial të Tiranës, i cili në çdo stin është i preferuar. Ndriçimi i dritave mbi unin e liçenit krijon një panoramë relaksuese në park, ndërsa qytetarët shijojnë nete të vjeshtës. Investimet në rrugë, ndërtimi i parqeve për fëmijët, shtimi i pemëve, sistemi i koshave të mbeturinave, këndet sportive, lulishtet dhe ndriçimi e kanë bërë parkun destinacionin të preferuar në kryeqytet. Në park ndodhen pista pedalimi e vrapimi, rrugica ndërlise, palestra në natyrë si dhe fusha multisportive. Parku i Madh i Liçenit përbëhet nga një masiv kodrinor me shpatë me përsi të vogël. Në pjesën jugore formohet pasqyra ujore e Liçenit Artificial, që me shtrirjen e tij krijon ngjyrë e gadishujt të vegjël shumë piktoresk. Parku i Madh i Liçenit filloi të ndërtohet në vitet 50. Në vitin 1955 u krijua Liçeni Artificial nga ujërat përreth, si dhe u ndërtua me punë vullnetare një digë 400 metra e gjatë, e cila i pengon ujërat të vërshojnë drejt Tiranës. Në vitin 1957-1958 filloi mbjellja e bimësisë dekorative si dhe ndërtimi i infrastrukturës së parkut.